Zonja Kurti, si e shikoni rolin e diasporës në këtë rast? A do të jetë një rol përcaktues ai i emigrantëve shqiptar për të rrëzuar Edi Ramën? Dgjoj, unë vi vetë nga 20 gati çerek shekulli punë dhe jete në perëndim në Kanada. Kështu që jam një nga zët e emigracionit të diasporës, jo të diasporës, por të emigracionit shqiptar. Dhe tashi njerëzit që jetuan jashtë kufive të Shqipërisë e pan se si funksionojnë vendet perëndimore. E pan se si është si bëhet një shtet funksional. Çfarë bën atë shtet funksional? Në Kanada nuk është vetëm kryeministri që e bën atë shtet. Është çdo punojës i shtetit dhe çdo drejtor dhe çdo punëtor i thjesht që zbaton ligjin, që nuk kërkon favore dhe kërkon meritokracinë, dash në punësim, dash dhe kjo e bën shtetin funksional. Kur secili nga neve të zbatoj rregullat që kemi vendosur së bashku, të respektoj ligjin, të respektoj kushtetutën. Po këto nga i pari, nga i fundit, këtu tek ne është parë që asgjë nuk zbatohet. Me fjalë, ligjet dhe rregullat janë thjesht për një dekor, por jo për të zbatuar. E shikon këtë ke trafiku, e shikon këtë kudo që shkon, në çdo hapësirë. Dhe këtë për mua e ka fajin vetë këto dy kryetarët e partisë, sepse ato me shembullin e tyre kanë thënë një shembull shumë negativ për çdo qytetar të këtij shteti, të këtij vendi. Po, reagimin e kryeministrit Edi Rama kundrejt protestuesve, si e keni parë teksa së fundmi ai ka po themi konceptuar edhe një dokument të ri të quajtur Besa. A mund t'i zihet Besa Edi Ramës? Çfarë është Besa njëherë? Besa është një kontratë e pafirmosur, por në Besa jepej atëherë kur vendi ynë nuk ishte kushtetutë. Ne tani kemi kushtetutë, kemi lishmëri, jemi në demokraci ku ka të shtyllat e mbajtjes së kësaj demokracie duhet të jenë të pavarura. Pra, pse do nevojitet Besa një kontratë e pashkruar kur ne kemi të shkruar këtë kontratë? Dhe ai nuk e ka zbatuar. Ai ka qenë një nga shkelësit e këtyre pikave të kushtetutës që ta thash. Kështu që për mua etiketimi i njerëzve të protestës si Sorra, si Korba, unë bëra një shkrim dhe e quajta kryeministri i Sorrave dhe i Korbave. Përderisa ai etiketon ato, atëherë ai është kryeministri këtyre Sorrave dhe Korbave. Po nuk ka rëndësi etiketimi se sa ka rëndësi mesazhi që po japin këto njerëz. Nisur nga mënyra se si ka reaguar Edi Rama deri tani, a mendoni se ai është i trembur nga protesta dhe di se është vetëm çështje kohe rrëzimi i tij? Asnjë gjë nuk është e përjetshme në çdo gjë është në ndryshim e sipër, por me sa kam parë unë dokumentarët, me sa jam e informuar nga rrjetet e konspiracionit që të cilat kanë dalë të vërteta, unë besoj që Edi Rama ka bërë betim për agendën 2030, edhe aty ka lindur dhe ka buruar edhe ajo konfidenca e tij që çado që të bënte asnjë njeri nuk do ta rrëzonte, kështu që ai as që e mendoi që populli do çohej më përpara se 2030 dhe do kërkonte të drejtat e veta që ja garanton kushtetuta dhe këto ja rrëmbyen pa pasur asnjë lloj hapësire ligjore. Edhe çfarë po kërkojmë ne? Ne po kërkojmë sovranitetin ton njerëzor që na kanë marrë këto me marrëveshjen e 2008-s. Çfarë po kërkojmë neve? Ruajtjen e sovranitetit territorial, prapë e garantuar nga kushtetuta, po që këto as po pyesin dhe po e japin vendin sikur ta kishin pronën e vet personale. Edhe ta kishte pronën e vet personale duhet ishte menduar 2-3 herë, të kishte pyetur edhe pjesëtarët e vet familjes, pa ai s'ka pyet asnjë njeri.
Dhe kjo lloj arrogancë është e papranueshme. Prandaj ne duhet ta ndryshojmë sistemin, të bëjmë një sistem që fjalën e fundit ta thotë sovrani. Sepse marrim shembullin më të mirë që neve po vejmë në krye për kryeministër apo për president, një njeri që është i kulluar me vlera edhe të gjitha. Gjatë rrugës ne nuk e dim se çfarë ndodh, çfarë metamorfoze mund t'i ndodhi këtij kryeministri apo këtij presidenti dhe e shantazhojnë, i marrin dikë të familjes a diçka. Atëherë si do të ruajmë neve interesat tona kombëtare? Kur vetëm këto e fjalën të vendosin për çdo gjë. Nuk i ruajmë dot me këtë sistem. Duhet sistemi i demokracisë direkte që ne në momentin që ato shikojmë që ato po bëjnë ligje dhe po veprojnë kundra interesave të popullit tonë dhe kundra interesave tona territoriale, për një herë t'i shkarkojnë, t'i kërkojnë llogari. Ndërsa kjo që nga 2008 kjo u zhduk fare. Kështu që për mua është ndryshimi i sistemit është një domosdoshmëri e para mbi çdo gjë. Nga i buron kjo arrogancë dhe kjo siguri e Edi Ramës, i cili nuk shkundet, po themi nuk trembët, me sa kemi parë ditën e fundit, të paktën nga ajo, çfarë po ndodh rreth tij? Unë mendoj që kjo i vjen sepse këto nuk kanë rrëmbyer vetëm pushtetin në politikë të Shqipërisë, këto kanë dhe fuqinë ekonomike nëpërmjet oligarëve që kanë mbështetur vetë dhe me të cilët ato mbahen, kanë fuqinë politike, ekonomike, strategjike, kanë presidentin e vendet, shikoj, presidentin mezi ju hagoja që protesta është drejt kushtetuese, a thu se dim ne këtë gjë. Në vend që të mbante një qëndrim tjetër dhe të shprehej për shkeljet kushtetuese që po bën kjo qeveri. Jo, nuk ndihet presidenti. Aq mundet ai, aq ka mundësi. Jo, presidenti ka shumë fuqi, por nuk din t'i ushtroj, ose nuk don t'i ushtroj, ose ka frikë t'i ushtroj. Nuk e di, se s'mund t'ja vej gishtin. Pastaj po t'ishte sistemi që mos ishte i kapur, që gjykatësit ishin zgjedhur nga populli dhe jo nga kryetarët e partive, ne do kishim një gjykatë kushtetuese që do kishte marrë qëndrime krejt tjera në mbrojtje të dinjitetit edhe të sovranitetit kombëtar dhe territorial. Por neve si kemi këto, pse? Sepse ato janë të varur direkt nga kryetarët e partisë të cilët i kanë zgjedhur. Prandaj quhet sistemi i kapur, se popullit sovranit nuk i është lënë asnjë rrugë tjetër për të vepruar nëpërmjet institucioneve, por i kanë ngelur vetëm protesta në bulevard. Dhe ato presin dhe ka pas edhe të infiltruar që ta kthenin protestën në të dhunshme, sepse po të jetë protesta e dhunshme, ato gjenë sebepin dhe shkrin për një herë, ndërsa kjo e ka shkatruar komplet dhe i ka demaskuar të dyja palët. Se unë nuk mund të flas vetëm për njërën palë, janë të dy, janë faqet e të njëjtët monedh dhe të dyja palët kjo i ka shkatruar. Paqja, qetësia jonë, argumentimi i pikave që ne kërkojmë, gjendja e rrënjeve të problemit dhe folja dhe shuarja e frikës për t'i folur këto probleme haptas, që më përpara i fliqin vetëm qeftas, vetëm disa intelektual, ndërsa tash ka dal haptas. Kjo protestë kaq e bukur, kaq paqësore, kaq e ndërgjegjësuar, e njerëzve të ndërgjegjësuar, kjo ka dhënë shpresë për këtë vend. Zonja Kurti, në një marrëveshje të paktën në parim mes Shqipërisë dhe Serbisë, parashikohet që të vendoset një konsullat serbe në Shkodër. Ju si e keni parë këtë pjesë, teksa ditën e diel do të ketë dhe protesta në Shkodër kundër kësaj iniciative. Çfarë po bën Edi Rama në këtë rast? Ku kërkon të arrijë duke sjellë serbët me një konsullat drejt në Shkodër? Në qoftë se ky lajm është i vërtetë, sepse jo, është i vërtetë, është i pranuar dhe nga ministri i jashtëm i Shqipërisë, Ferit Hoxha.
atëherë mua më lind dyshimi që dhe tërheqja e Spiropalit ka qenë pikërisht se ajo s'ka qenë dakord me këtë marrëveshje me siguri. Dhe për mua ky është një akt tjetër që nuk shkon me interesat tona kombëtare, por me planin e 2030-s. Siç e thash, unë prandaj hodha dhe këtë hipotezën që ky ka bërë një betim për planin 2030 për të bërë bota të jetë popullsia e Shqipërisë të jetë në 1 milion banor, popullsia e botës të jetë zvogluar gati 50%, dhe të bëhet një botë dhe një qeveri botërore. Po çfarë kërkon me konsullatën në Shkodër që sjell serbët në këtë rast? Aty po dal. Dhe me që Ballkani është një vatër shumë e nxehtë konfliktesh, sidomos që kemi pasur dhe luftën serbo-kroate, serbo-slovene dhe bosnjake dhe me dardanët tanë, atëherë si ta zbusin këtë që ta bëjnë, ta bashkojnë Ballkanin, krijojnë këto artifice që të mësohen njerëzit me bashkësi. Po qa nuk kupton elita ndërkombëtare që do të bëjnë një botë dhe një qeveri. Ato nuk kuptojnë historinë tonë, ose nuk duan ta kuptojnë, se ndoshta kanë qenë vetë ato që e kanë përçarë. Por vetëm thënia e ministrit së jashtme të Vučićit që me atë gjuhë rretje që të zhdukte gjithë shqiptarët po të kishte gjë të Kosovës, është e papranueshme të lejohet një konsullat e tillë në Shkodër. Edhe sikur të kishim neve pakica serbe në Shkodër, ne që nuk kemi, me sa di unë kanë qenë disa, tash i kanë ndru jetë ato, dhe kanë qenë disa nga Malazes, edhe malazeze, që kanë qenë të martuar me burra shkodran, që i kam njoft, por jo serb, nuk kemi pas në popullsi serbe atje. Malazes thash edhe njëherë martuar, po ato kanë ndru jetën, nuk ka pse të ngrihet konsullata serbe për malazezët. Është e papranueshme. Prandaj kjo është një pikë tjetër më shumë pse duhet protestohet. Zoe Kurti, të rikthehemi sërish në atë që po ndodh brenda Partisë Socialiste, ku sa i përket situatës në cilën ndodhet vendi, rastit të reformës territoriale, ka reaguar sot Erion Braçi duke u shprehur kundër bashkimit të disa bashkive, pra shkrirjes së tyre. Ndërkohë më parë ka pasur dhe lëvizje nga ana e Elisa Spiropalit kundrejt Edi Ramës. Ju si shikoni këto dy figura? Mendoni se këto dy figura janë ato që mund të bëjnë diferencën në një farë mënyre për të rrëzuar Edi Ramën, apo është thjesht një iluzion? Unë mendoj që Edi Rama mahet nga krimi i organizuar dhe nga seqinet. Dhe për mua Elisa Spiropali dhe Erion Braçi mund të jenë zëra, por janë zëra kanarinash, nuk janë zë i fuqishëm që mund ta hedhin Edi Ramën. Po të mlidhen gjithë kanarinat bashk, kush e di, mund bëhet një korr. Po sa të ketë zeqinetari edhe Sara Millerat edhe krimin e organizuar, do jetë pak e vështirë për ta hedhur Edi Ramën. Ky është mendimi im, qofsha e gabuar. Megjithatë, unë shpresën nuk e kam ke këto dy zëra, unë shpresën e kam ke ndërgjegjësimi dhe ata që ndjehen shqiptar dhe adëtar dhe do vënë interesat e adeut mbi partinë. Pak të ndërgjegjësim dhe prandaj duhet puna e gjithë secilit nga neve në këtë edukim. Por e ngrej sepse më dhem Shqipëria, e ngrej sepse ajo është hapi i duhur për të bërë.
Dhe pastaj le të riformohen parti të reja, me frymë të re, që zbatojnë ligjet e vendit dhe kushtetutën e këtij vendi.